Elhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. E falenderoj Allahun te bareke ve teala, paqja dhe mëshira Allahu xhallahu ala të gjitha qofshin për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Allahu xhallahu ala në Kur'an në surën An'am i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i thot: Ulaika alladhina hadahumullah, fabihudahu muqtadih. Të tillët Allahu xhallahu ala i udhëzoi. Andaj o Muhammed, ndiqe udhëzimin e tyre. Pra Allahu te bareke ve teala nëpërmjet këtij ajeti, që ka ardhur pasi që Zoti xhallahu ala i rënditi 25 pejgamber apo 18 pejgamberët e tij në surën An'am, po i drejtohet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë: "Ky është udhëzimi i tyre. Kjo është platforma e tyre pejgamberëve që kanë qenë para teje o Muhammed, andaj udhëzimin e tyre ndiqe." Andaj edhe shumica e ngjarjeve pejgamberike i zbritën pejgamberit sallallahu alaihi wasallam derisa ishte në Mekë, në kohën kur ai përjetonte lloj-lloj torturash, lloj-lloj maltretime nga ana e popullit të tij. Në këtë kohë dhe në këtë gjendje kishte nevojë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për udhëzimin, për hidajetin e pejgamberëve që ishin para nesh. Pra imagjinoni ju vëllezër dhe ju motra, pejgamberi Allahut në makamin dhe pozitën e tij që është, megjithatë kishte nevojë në jetën e tij për një referencë që t'i kthehet dhe t'i dedikohet atij në problematikat e jetës së tij, se si ti zgjidhen problemet e jetës. Andaj edhe në çështjen e fundit që po ndodh në umetin islam, që po dëgjojmë që në një pjesë të globit, një pjesë e muslimanëve nesër do të agjerojnë, pjesa tjetër do të agjeron pas nesër. Realisht është një problematikë e madhe. Mirë, po problematika më e madhe se gjithë kjo është ku mbeti referenca. Ku është që umeti islam t'i kthehet hoxhallarëve dhe dietarëve të tyre? Apo mos vallë të gjithë ne do të flasin në bazë të emocioneve, në bazë të një situate momentale dhe të japin fetvaja e kështu me radhë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe në një problematikë të këtillë na udhëzoi dhe na drejtoi. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha: "Sumu idha sama an-nas wa aftiru idha aftara an-nas." O kema qala alaihi wasallam. Pa i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha: "Agjironi kur të agjerojnë njerëzit." Pra nga se prej qëllimeve dhe objektivave më të mëdha të agjerimit është ruajtje e unitetit. O ju vëllezër dhe ju motra, pa shamadhërinë e Allahut, unë bile nuk e di që ka diçka që e kalit dhe e edukon njeriu në bashkim dhe unitet siç është medresja e agjerimit. Në mëson pejgamberi sallallahu alaihi wasallam që të abstenojmë nga ushqimi dhe pija, nga agimi i hershëm deri në akşam, së bashku të gjithë si umet, të bëjmë iftar së bashku, të falim namazet e terafisë së bashku, të jemi pjesë e adhurimeve dhe ibadeteve, të ndihmojmë nëpërmjet sadakas, nëpërmjet zakatit, sadakatul fitrit dhe lëmoshave të ndryshme. E gjithë kjo, pra që kjo medrese e madhe, quajtur agjerimi muajit të Ramazanit, të edukon dhe të kalit umetin islam në bashkim dhe unitet. Atëherë mendoj që e kundërta me të kundërtën është prej kurthave të shejtanit dhe iblisit, që ndonjëherë në një situatë apo në një tjetër dëshiron që të krijon huti mes fjalëve dhe fetvajave të hoxhallarëve dhe dietarëve, që pastaj të krijohet hutia dhe problematika në mesin e popullit. Andaj, ndoshta ndonjëri prej hoxhallarëve edhe mund t'i përmbahet fetvas të Arabisë Saudite, të tjerë do t'i përmbahen asaj, por përsëri ne themi uniteti dhe bashkimi o ju vëllezër dhe ju motra është më i rëndësishëm se të gjitha këto mospajtime dhe divergjenca. Por ta di çdo njeri prej nesh se mospajtime të këtilla kanë pas edhe në kohën e sahabëve radhiyallahu ta'ala anhum. Siç ndodhi në kohën e Muawiyes radhiyallahu ta'ala anhu, që ai filloi agjerimin në Sham një ditë para që filluan agjerimin besimtarët që ishin në Medinën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Mirë, po ardhja e teknikës dhe teknologjisë na i mundëson që ne të dim lajme se çka ndodhen në lindje dhe në perëndim, dhe kjo ne mendojmë se kjo problematikë po ndodhen sot dhe nuk ka ndodhur në të kaluarën. Realisht kjo është diçka që ndodh vazhdimisht dhe do të ndodhen. Pastaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e ka ndërlidh çështjen e fillimit të muajit me shikimin e hënës. Ne i gjithë Ballkani sot kaloi në ditë shiu, muaji Shaban ishte në ditën e 29, andaj detyrimisht ne do të detyroheshim që ta plotësojmë muajin Shaban, që do thotë që edhe nesër do të jetë dita e 30 e muajit Shaban, për të filluar inshallah taala me lenin Allahu xhallahu ala ditën e njëjtë me agjerimin e muajit Ramazanit. Elusi Allahu xhallahu ala që t'i bashkon zemrat e muslimanëve, e që t'i bashkon zemrat e hoxhallarëve dhe dietarëve në një fjalim të vetëm, që kështu të arrijmë deri te kënaqësia e Zotit të Madh te bareke ve teala. Sallallahu ala nabina Muhammed wa ala alihi wa sahbihi ecma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin.